Përputhen, episodi datës 4 tetor 2025. Emisioni solli emocione të forta dhe një përzjedhje emocionesh të forta, debate të hapura dhe momente reflektimi që mbajtë publikun të përfshirë nga fillimi deri në fund. Pas tensioneve të ditës së mëparshme, atmosfera në studio ishte ende ngarkuar, por gjithashtu u shfaqën dhe përpjekje për pajtim dhe qartësim të ndjenjave. Në qendër të vëmendjes qëndroi trekëndshi Abi Helios, Aleksandra pas debatit të ashpër të datës 3 tetor. Produksioni vendosi të transmetojë një pjesë të bisedës së tyre jashtë studios, ku duk se Helios si Aleksandra kishin folur privatisht për të sqaruar situatën. Kjo shkaktoi reagime të ndryshme në studio, disa e panë si një hap të drejtë qartësisë, ndërsa të tjerët si një mënyrë për të shmangur transparencën me publikun. Abi reagoi me maturi duke reflektuar se nuk ka ndërmend dhe interes të hyjë në konflikte që dëmtojnë imazhin e tij. Megjithatë, qëndrimi i tij i qetë u interpretua si një shenjë diference. Heliosi u përpoq të tregonte një nga ndjenjat e tij për Aleksandrën janë të sinqerta dhe jo pjesë e ndonjë loje. Pjesa e dytë e emisionit solli një zhvillim të papritur. Gentiani bëri një surprizë Risës duke i dhuruar një libër me dedikim personal, ku kishte shkruar një mesazh për rëndësinë e sinqeritetit në njohje. Ky moment romantik u prit me duartërkitje nga publiku dhe u komentua si një nga më të bukurit e javës. Emisioni mbyll me një reflektim të përgjithshëm mbi marrëdhëniet brenda programit. Moderatorja theksoi se dashuria nuk është garë, por një proces që kërkon durim dhe mirëkuptim, duke kujtuar konkurrentëve se publiku vlerëson më shumë lojën. Episodi shënoi një kthes më të qetë pas ditëve të tensionuara, duke treguar se përtej debateve, pjesëmarrësit po tregojnë anën e tyre njerëzore, duke reflektuar. Publiku mbeti i ndarë në opinione, por një gjë është